Një tërmet me magnitud 5.1 godet, Greqinë qendrore panik në Boyoti. Një tërmet me magnitud 5.1 sipas shkallës Richter është regjistruar në orën 03:06 të mëngjesit në rajonin e Boyeotis në Greqinë qendrore. Lajmi është konfirmuar nga Instituti Kombëtar i Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë, si dhe nga Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Sipas të dhënave zyrtare, tërmeti kishte një thellësi prej 17 kilometrash, ndërsa epiqendra është lokalizuar pranë zonës Antikyrës, një qytet i vogël bregdetar në veri të gjirit të Korinthit. Deri më tani nuk raportohen viktima apo dëme të mëdha materiale, por lëkundjet janë ndjeshëm në qytetet përreth, duke shkaktuar panik tek banorët, shumë prej të cilëve dolën në rrugë. Autoritetet lokale po monitorojnë situatën dhe kanë vënë në gatishmëri shërbimet emergjente në rast të pasgoditjeve të mundshme.